3 gjëra, 3 cilësi. Ai I cili posedon e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Me dasht Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kan tjetër. Kush është çdo kush tjetër, për këtë gjë Allahu azza wa jall zbriti provim. A kemi shijuar kënaqësinë e ibadetit? A na është kënaq shpirti, zemra në ibadetet tona ndaj Allahut azza wa jall? Dhe kur do të vijë ai rekati I fundit që në fund të themi elhamdulillah, u kry. Debati kryesor I cili ka mbetur me atë kohë dhe këtë kohë është a 8 a 20. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi duke kaluar në këto qaste të adhurimit, në këto momente të një muaji të bekuar, në ditë me vlera të mëdhaja, në net të shtrenjta për secilin prej nesh, jemi duke u munduar që t'i realizojmë adhurimet e ndryshme ndaj Allahut azza wa jall, duke e falur namazin, duke agjëruar Ramazanin, duke lexuar Kur'an, duke bë dhikr, duke bë dua, duke bë ibadete të ndryshme. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu gjitha ibadetet tona të na I pranon. Nuk ka dyshim se ne si musliman do të mundohemi që t'i realizojmë ibadetet tona, sidomos ato obligative, po pastaj edhe ibadete vullnetare. Ne do të mundohemi që ta adhurojmë Allahun azza wa jall. Mirë, po pyetja e cila parashtrohet sot është një pyetje se cili duhet t'i ja ban vetvetes, se cili duhet t'i ja parashtron vetvetes, se cili duhet të ndalet me vetveten në lidhje me këtë pyetje. A jemi duke e shijuar kënaqësinë, a jemi duke e shijuar ëmbëlsinë e këtij dini, e kësaj feje, e këtyre ibadeteve ndaj Allahut azza wa jall. Nga se të gjithë jemi musliman, çdo musliman është I pajisur me imanin e tij, çdo musliman ka iman, mirë po imani të gjithëve nuk është I njëjtë, imani të gjithëve nuk është I barabartë, disa e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit, e disa kanë iman, janë musliman, mirë po ende nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit. Por çfarë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të njohur, të cilin e nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi, na tregon për ata të cilët e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit, që ne të shohim a thua vallë, a jemi prej tyre apo nuk jemi prej tyre. Nëse jemi prej tyre, të mundohemi ta shijojmë këtë din edhe më shumë. E nëse nuk jemi prej atyre, atëherë të mundohemi të arrijmë në shkallën e tyre. Kush janë ata? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Thalathun
men kunne fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 gjëra, 3 cilësi. Ai I cili posedon e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Pra së pari e kuptojmë që imani ka shije. Imani ka shije. Mirë, po atë shije nuk e shijon, atë shije nuk e ndjen, por vetë se ai I cili I posedon 3 cilësi. Imani ka shije. Cila shije e imanit? A është imani I kripur, a është I ëmbël, a është I hidhur, a ka ndonjë shije tjetër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për halawatul iman, ëmbëlsia e imanit. Imani është I ëmbël. Kush e shijon atë? Ai I cili I posedon 3 cilësi. Cilësia e parë, e shikojmë vetveten, unë edhe ti, a I kemi këto cilësi në jetën tonë të përditshme, në rrugën tonë, në fenë Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, të jetë Allahu dhe pejgamberi I tij më I dashur tek ai se çdo gjë tjetër. Kjo është cilësia e parë. Me e dasht Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kan tjetër. Kush është çdo kush tjetër? Çdo kush tjetër është edhe baba, edhe nana, edhe bashortja, edhe vladi, edhe puna, edhe tregtia, edhe biznesi, edhe nevojat, edhe qefet, edhe dëshirat, edhe planet, edhe çdo gjë që ekziston në dunja. Me e dasht Allahun, ta duash Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kan tjetër. Megjithse kjo mund të duket e lehtë. Bani pyetje secilit prej nesh. Bani një pyetje edhe fëmijëve që I kemi në xhami, elhamdulillah, Allahu I ruajt të gjithë fëmijët tanë dhe I bof të hajrit në rrugën e drejtë, në rrugën e mbarë. Bani një pyetje edhe fëmijëve. Edhe fëmijët që I kemi në shtëpi kur të kthehemi, nëse ju bën pyetje, kanë dhe don mas shumë ti Allahun. Pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah. Mirë, po, a është kjo gjë kaq e thjeshtë? A është kjo gjë kaq e lehtë? A është kjo gjë vetëm me thonë kanë dhe do mas shumë ti Allahun u kry? Për këtë gjë Allahu Azza wa Jall zbriti provim. Dhe një ajet në Kur'an u quajt ajetul imtihan, ajeti I provimit. Është shumë lehtë me thonë, mirë, po është e vështirë atë që e themi ta realizojmë. Është shumë e lehtë me thanë, Allahu Azza wa Jall zbriti ajet në Kur'an dhe tha, Kul in kuntum tuhibbun Allahe, fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj atyre, nëse ju e doni Allahun, a thoni që e doni Allahun, po, nëse ju thoni që e doni Allahun, provimi është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e don Allahun, po, ta shohim, nxjerrë në praktik. Ajde vjen provimi, Allahu të thëret për në namaz, puna të thëret për në punë, shefi të thëret për në ndrim të orarit, rogat të kërkon ti, familja pret prej teje, evladi janë duke kërkuar, të gjitha kërkojnë prej teje dhe Allahu të thëret, hayya ala salah, hayya ala falah, dhe tash ti dëshmoje. Urdhëra dhe dëshmoje, kanë dhe donë mas shumë ti. Ala me ndonë që mundesh me thane dua Allahun dhe nuk vlen, nuk qëndron. Dëshmia është në vepër, kanë dhe donë mas shumë ti Allahun, në regull. Nëse thot Allahu dhe pastaj vinë gjëra tjera, ato gjëra tjera nuk vlen, nuk hinë në listë fare, nuk llogaritën. Pse? Se ka thonë Allahu, a bëhet fjalë? A bëhet fjalë për muslimanin që një gjë kur të thot Allahu dhe pastaj ende me e kthy kokën nga ana tjetër dhe me pa kush po thot diçka tjetër?
Dëshmia është në vepër. Kanë dojmë mas shumëti, insha Allah, të jemi prej atyre që e dojmë mas shumëti, me fjalë, me zemër dhe me vepër, ta dëshmojmë që ne mas së shumëti e duam Allahun. Pastaj pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka besuar dikush prej jush derisa ta don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa të jem unë ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nuk ka besuar dikush prej jush derisa unë të jem ma i dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma shumë se kush, min waladih, ma shumë se fëmijët e tij. Ai don e vladin, djalin, çikën, atë dhimben, atë lëviz zemra, atë tronditet zemra kur ata kanë ndonjë gjë, po ai don shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ma shumë se fëmijët. Wa walidi, po edhe ma shumë se prind, ma shumë se babën edhe nanën. Wa nasi ajma'in, ma shumë se krejt njerëzimi. Omeri radiallahu anhu i numëroj këto trija. Tha, ja Rasulallah, unë dua ti, pasha Allahun, unë dua ti, ma shumë se krejt, ma shumë se fëmijët, ma shumë se familja, ma shumë se prind, ma shumë se çdo kan tjetër, përveç vetvetes. Sa të sinqert kanë qenë këta burra, sa të drejt, sa real kanë qenë këta burra. Ti du ma shumë sekret, ama kur tham, unë e tham tamam, unë dua ma shumë sekret, ma shumë se fëmijët, ma shumë se familja, ma shumë se prind, ma shumë se çdo kanë tjetër, përveç vetvetes. A themi ne kështu? Ja, be nuk diskutohet. Ne as vetvete, as në fjalë. Omeri radiallahu anhu shumë i sinqert, ja Rasulallah, unë ty dua ma shumë sekret, përveç vetvetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo Omer, as vetveten. Subhanallah, kjo është ajo e cila kërkohet, as vetveten me dasht ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka nënkupton? Nënkupton që kur të vjen vetvetja edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt t'i japim përparësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu analizoi në sekonda, meditoi në momente të shkurta. Mirë, unë e dua vetveten. Çka kërkon vetvetja prej meje? Çka më ka sjell vetvetja mua në dunja? Ndoshta jam angazhuar, kam punuar, kam luftuar, kam sakrifikuar, kam mri atë që kam mri. Mirë, çfarë dobije unë në dunja kam prej vetvetes? Çe këto dobi? Çfarë dobije kam prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Po ai më ka udhëzuar, më ka drejtuar në rrugën e Allahut, nëpërmjet atij ai ka qenë shkaku që unë e kam shpëtuar në dunja, unë e shpëtoj në ahiret. A nuk e meriton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dasht ma shumë se vetveten? Po vallahi. Kjo është dashuria, ta duash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo kan tjetër. Mirë, po kjo pastaj përcillet në praktik. A jemi musliman? Jemi musliman. Elhamdulillah. Që sa vite prej kur kemi lindur, 20 vite të rit janë musliman, 30 vite musliman, më të vjetrit 70 vite musliman, 80 vite musliman. Në rregull. A kemi shijuar kënaqësinë e ibadetit? A jemi kënaq? A na është kënaq shpirti, zemra në ibadetet tona ndaj Allahut azza wa jall? A falesh ti, falesh? A je kënaq ndonjëherë në namazin tënd? A gjëron, po, a je i kënaqur me këtë ibadet? A lexon Kur'an, a të duket që mas 20 faqeve ke lexuar pak dhe don hala? A ban dhikr, ke ba dhikr 100 herë, subhanallah, 100 herë, subhanallah jo bihamdi, 100 herë, e kështu me radhë dhe nuk je ngi hala, don edhe ma shumë. A kënaqemi në ibadetet tona? Apo në sa raste ibadetet janë
për ta lajt borxhin, për ta kry obligimin dhe në fund nuk themi me fjalë, ama ndoshta sikur themi me mendje, elhamdulillah u kry. Shqyr u kry. Vjen namazi, sidomos tash në Ramazan, vjen namazi i teravis, 20 rekate. Dhe kur do të vija i rekati i fundit që në fund të themi, elhamdulillah u kry. Ndërsa kënaqësia e ibadetit është ndryshe. Kënaqësia e ibadetit të thot në mendje, inshallah nuk kryhet edhe pak. Inshallah nuk kryhet edhe pak. Pse? Don me shiju edhe ma shumë. Nga cila anë jemi? Me gjithë se fatkeqësisht në sa raste nëse bëhet krahasimi i ibadetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve, atëherë e shohim dallimin ton të këtij ibadeti dhe të atij ibadeti dhe ndoshta nuk e shijojmë ibadetin. E keni pa njeriu në disa raste të jetës së tij nuk e shijon ushqimin. Për çfarë arsye nuk e shijon ushqimin? Ushqimi nuk e shijon për 2 arsye. Ose ushqimi nuk është i mirë, hangre, ama s'tu boj i mirë hiç. A di pse? Po si ishte i mirë? Nuk ishte i mirë. Ose ushqimi nuk është i mirë, kjo është e para. Ose ushqimi është i mirë, ama ti si e mirë. E ke pa kur je i smur, ushqimi është i mirë, ndoshta ushqimi është më i miri, ama ti i smur, ti nuk ki shije. Ti e han ama nuk e ndjen, nuk të kënaqej ushqim, pse? Nga smundja që e ki nuk e shijon ushqimin. Këtu tash ne në ibadetet tona, ose ushqimi nuk është i mirë, ose ne nuk jemi mirë. Në disa raste, ose ibadeti nuk bëhet mirë, ose ibadeti bëhet mirë, ama neve nuk në lanë gjunahet tona që ta shijojmë kënaqësinë e ibadetit. Në disa raste, ibadeti nuk bëhet mirë. Po si nuk bëhet ibadeti mirë? Nuk bëhet në atë mënyrë që na thot Allahu. Nuk bëhet në atë mënyrë që na thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Krahasoje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz natë. Deri në çfarë shkalle? Deri sa janë ajt kanë të ti. Në hadithin e Hudhaifës, i cili u lidh në namaz pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi surën Baqara, surën Nisa, surën Ali Imran, mbi 100 faqe, mbi 5 gjuza. Pastaj në Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli në natën e parë. Doli në xhami, filloi të falet namaz natë, teravi, pa organizim. E pan disa sahabe ju bashkangjiten. Mirë po, pak xhamat, nga se nuk e kishin ditë që do të del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ditën e dytë, e kuptuan sahabet, e kuptuan xhamati, filloi të mbushet xhamia. Në ditën e tretë apo në natën e tretë të teravis, xhamia vetë se ishte plot. Sahabet kanë dalë që të falen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Aisha radiallahu anha, i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 4 rekat. Mos pyet për bukurinë e atyre rekatve dhe për gjatësinë e atyre rekatve. Ka pushuar pak. Pastaj ka fal 4 rekat. Mos pyet, mos bën pyetje si kanë qenë ato 4 rekat, sa të bukura dhe sa të gjata. Është fal gjatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 8 rekat, pastaj edhe namazin e vitrit. Mirë, po natën e 4 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa që xhamia është stërmbushur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli në namazin e teravis. Sahabet e presin. E pritën sahabet deri afër sabahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli. Kur doli për namazin e sabahut, tha unë e kam ditë që ju keni qenë duke prit, mirë po nuk kam dalur nga friga se mos ndoshta Allahu namazin e teravis po u ban fars.
nga dhimbja për ne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli. Allahu nuk e bani farz, mbeti sunet. Erdh koha e Abu Bekrit, e cila ishte kohë shkurt e khilafetit, erdh koha e Omerit radhiyallahu anhu. Njerëzit dilnin në xhami, në Ramazan, në Teravi, falnin secili në vete. E një natë doli Omeri radhiyallahu anhu dhe i pa sahabët. Disa falen atje një 2 vet, disa këtu një 3 vet, disa këtu me një imam, disa atje me një imam. Omeri radhiyallahu anhu tha, si kur t'i bajmë krejt bashk në një xhamat, në një imam. Omeri radhiyallahu anhu i nxiti dhe i bashkoi, e caktoi imam Ubej ibn Ka'bin radhiyallahu anhu dhe pastaj Temim ad-Darin radhiyallahu anhu që tua fal teravin, ta falin gjithë së bashku. Dhe filluan që ta falin namazin e teravis me imam, pasi që ma frika për të bë farz kishte përfunduar. Ma nuk bëhet farz namazi i teravis. Atëherë filluan të falen me imam. Mirë po, nga gjatësia e madhe, sikur Omerit radhiyallahu anhu ju duk që njerëzit po lodhen, po ju bëhet e vështirë, 8 rekat, ama shumë gjatë. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu e bani një ndryshim. Ajo kohë, ai namaz, ai leximi i Kur'anit, mirë po nga 8 rekat që xhamati të ketë mundësi të lëviz pak, ta ndryshon, mos të lodhet aq shumë, tu a bën pak më të lehtë, nga 8 rekat në 20 rekat. Mirë po koha e gjatë. Pastaj Imam Maliku në Medinë e dha mendimin që të falet teravia 36 rekat. E kështu me radhë, derisa prej asaj kohe, gradualisht, kohë pas kohe, shekulli pas shekulli, erdhi deri në këtë kohë që edhe ne e falim, elhamdulillah. Mirë po, debati kryesor i cili ka mbetur me atë kohë dhe këtë kohë është a 8 a 20. Debati më i madh bëhet sa dhe nuk bëhet debati si. Ndërsa rëndësia më e madhe është si dhe jo sa. Si janë falë sahabet në namazin e teravis. Si janë falë të parët në namazin e teravis. Si janë falë muslimanët e hershëm në namazin e teravis. Qoftë 8 apo 20, mirë po sa faqe Kur'an. Para mendojni që në vendet tona në përgjithësi, në namazin e teravis 20 rekat, afërsisht falen me 2 faqe Kur'an. E ndonjëherë me 3 faqe Kur'an, 20 rekat, 2 faqe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 8 rekat me 100 faqe. Dhe ti pastaj thua, a 8 a 20, me sa? Me sa faqe Kur'an, me sa lexim, me sa kohë, me sa orë. Dhe me ato 2 faqe si kur po lodhemi, kështu që duhet surën Fatiha ta shpejtojmë dhe ajetet ti shpejtojmë, rukun dhe sejdën ta ngutim pak që ta përfundojmë namazin. Dhe bane krahasimin me gjërat e dunjas dhe pastaj me gjërat e fesë. Kur ulemi me ngran iftar, do të ulemi kadal, do të hajmë mirë, do të hajmë rahat. Mos më ngut, unë gjithë ditën kam agjeru, unë e taj do të ulem me ngran, por qefi. Pastaj do të apim nga një kafe, ama por qefi. S'mujune me pi kafen, tu ngajt me pi një kafe edhe me vrap. Jo, po ulem, ta pi një kafe, mande e vazhde. Kur të ulem, ta bëjmë një muhabet, do të ulemi nga dal. A keni qenë në iftar misafir? Do të shkojmë edhe do të vinë misafir. Cili prej neve ka qenë misafir? Ka shku dikund, ka hi 5 minuta në tavolin, ka ngron iftar, izën. E kemi dikant? Jo. Ama në ibadet, si të him në ibadet, fillojnë gjitha gjërat prej anash duke naftuar. E ke pa pak në njerë kur vonohemi në teravi. Pak ma ngadal, pak ma let. Ka fundi, ka rekatet e fundit, fillojnë telefonatat. Dëgjohen edhe në xhami, fillojnë telefonatat. Pse? Krejt ty po të thirin.
Ti je vonuar ku? Në xhami, në ibadet, krejt jashtë ty po të thirin. E kush po të thirë? Ngutemi ma shpejt. Kur të dalim pastaj, ndoshta edhe ka një kafe, pas teravije, muhabet i lirë, biseda, hajgare, krejt në regull, mirë po. E keni pas sa kushton edhe një frimarje në namaz. Surën Fatiha, a me një frim, a me 2 frim. Subhanallah. Me bo me 3, me 4, xhamati fillon pak ndoshta dikush me reagu se e zgjati pak. Pse? Po merr frim pak si shumë. Valla pak si shumë është duke marr frim. Me një frim. Nëse analizon me marr frim një herë pak ma shumë, 20 rekat, 20 sekonda. Edhe një herë, 20 rekat, 40 sekonda. 40 sekonda në ibadet duken shumë. Pastaj 40 minuta s'ka asnjë problem. E tash ti bane krahasimin e ëmbëlsisë së imanit. Kur e ki një gjatë të dunjas, vendoja pak menden, kushtoj kujdes dhe shihe minutin edhe orarin. Sa kohë të merr një gjatë dhe pastaj shikoj nga ana e fesë. Nëse kënaqesh, rehatohesh, duke shikuar një lojë të futbollit 90 minuta edhe nuk mërzitesh, e pastaj hyn në namaz 30 minuta edhe mërzitesh, dije se këtu ka humb shija e ibadetit. Nëse kënaqesh duke shikuar një film, një serial, një humor 50 minuta dhe pastaj duke lexuar Kur'an 10 minuta 20, u lodh dhe u mërzite, dije se këtu mungon shija i ibadetit. Ta duash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo kan tjetër. E pastaj cilësia e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cilësia e dytë, e para, ta duash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo kan tjetër. Cilësia e dytë, ta duash dikant prej njerëzve, kush do qoft aj. Mirë, po mos ta duash për vetë se për Allah. Dhe edhe kjo gjithashtu duket shumë e lehtë. A është e lehtë? A kemi ne njerëz në jetën tonë që i duam për Allah, vetëm për Allah? A ki ndonjë interes? A ki ndonjë dobi? A të lidh puna? A të lidh biznesi? A të lidh gjaku? A të lidh fqinësia? A të lidh familja? A ndonjë interes të dunjas? Apo vetëm për Allah? E nëse e dom dikant vetëm për Allah, kjo është një cilësi e madhe e shijimit, ëmbëlsisë, kënaqësisë së imanit. Mirë po, edhe kjo nuk është e lehtë. Edhe kjo kërkon dëshmi, mos mendo që vjen ndonjë gjë në fenë Allahut që ka shpërblim të madh dhe në fund është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Në një prej rasteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një njeri i cili ishte nisur prej një vendi për një vend tjetër. Duke shkuar në rrugë, Allahu e dërgoi një melek në formë të njeriut. I bani pyetje: "O ti filan, për ku je nis?" Tha: "Jam nis ta vizitoj një shok timin, një vëlla timin në filan vendin." "Për çfarë arsye?" Tha: "Jo për ndonjë arsye, vetëm se e dua për Allah." A nuk shpreson për ti ndonjë të mirë, ndonjë interes, ndonjë dobi dunjaje? Jo, tha, nuk shpresoj asgjë, vetëm për Allah. Tha: "Dije se Allahu don ty si e don ti vëllaun tënd." Kjo është e madhe. Allahu don ti, ama jo për diçka të thjeshtë, jo për një dashuri të gjuhës, për një dashuri të fjalëve, për një dashuri të supozuar. Edhe ajo e ka dëshminë e vet, edhe ajo dëshmohet sa e don ti vëllaun tënd për Allah. Sa je në gjendje me e falate,
sa je në gjendje me mirëkuptuate, sa je në gjendje me toleruate, sa je në gjendje me abo halal ati, sa je në gjendje me sakrifiku për te, sa je në gjendje me ndihmuate, në gjitha mënyrat dëshmohet nëse e don dikant për hir të Allahut Azza wa Jall. E në ditën e gjykimit, kur dali njerëzit para Allahut, kur t'i mbulojnë djersët, kur dielli të qëndron mbi kokat e tyre, Allahu ju thot atyre: Ejnë el mutahabbune bi gjelali, ku janë ata që janë dashur për hir timin? Subhanallah, kjo cilësi është e madhe. Ku janë ata që janë dashur për hir të Allahut Azza wa Jall? Çka do të ndodh me ata? Udhilluhum fi dhilli, që të hynë sot në hije në Allahut, në atë ditë që nuk ka hije tjetër. Këta njerëz do të hynë në hije. Mirë, po ata që sinqerisht, pa interese të dunjas, e duan një vëllat të tyre vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, megjithse një gjë e tillë nuk është e thjeshtë. Dhe cilësia e tretë, pra ta duam Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo kan tjetër. Cilësia e dytë, ta duam dikant vetëm për hir të Allahut. Cilësia e tretë, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu, kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Të ketë frikë, ta urren që të kthehet në kufër, pasi që Allahu e ka udhëzuar në Islam, ashtu siç e urren të hudhet në zjarr. Dhe elhamdulillah, një cilësi e tillë mendojmë që është në mesin e muslimanëve, në shumicën apo në gjithë besimtarët. Me të thënë, ose do të kthehesh në kufër, ose do të hudhesh në zjarr. Cilën e zgjedh ti? Ose do të mbitesh, ose do të vritesh, ose do ta largosh, do ta ndryshosh fenë tënde. Ose do të bëhesh jo musliman, ose do të hudhesh në dënimin e zullumqarëve, në dënimin e njerëzve. Cilën e zgjedh ti? Ai i cili e zgjedh Islamin, e zgjedh imanin, para çdo sprove, ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Dhe kështu ndodhi me sahabët, me ata të cilët e pranuan Islamin. Hinë në Islam, mirë, po jo vetëm kaq, e shijuan ëmbëlsin. Ai i cili e shijon ëmbëlsinë e imanit një herë në jetën e tij, ai ma nuk kthehet mbrapa. Ai i cili e shet dritën, ai mos mundet me jetu në terr. Ai i cili e shet kënaqësinë e kësaj feje, ai ma nuk mund të kthehet në idhujtari, nuk mund të kthehet në kufër, ai nuk mund të jeton pa la ilaha illa Allah. Dhe nëse i thuhet atij që ta prish këtë fjalë, që ta lën këtë fjalë, që të largohet prej kësaj fjale, apo të hudhet në zjarr, ai më së pari, më së miri e duron zjarrin se sa të largohet nga dini i Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu ishin sahabët, kështu ndodhi me Sumejën radhiyallahu anha, ishte grua, i than: ose leje fenë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ose do të vritesh njanën. Ose lere fenë, ose do të vritesh. Sumeja radhiyallahu anha e zgjodhi që të vritet, që të mbitet. Mirë, po ta lën Islamin asnjëherë. Dhe u mbyt dhe ishte dhe është shahidja e parë në Islam në këtë ummet. Grua, mirë, po ta ndryshon fenë apo të vritet. Dhe kështu ishin sahabët. Dhe kështu ndodhi me Bilalin radhiyallahu anhu në rastin e njohur. Ose do ta lën fenë, ose do të qëndron në shkretir, në gur, me gurin e madh mbi gjoksin e tij. A do ta ndryshon fenë apo do të qëndron në sprov? Bilali thonte: Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allahu është një, i vetmi, Allahu është një. Dhe kështu gjatë gjithë historisë
muslimanët kanë qëndruan, muslimanët e parë dhe muslimanët e fundit dhe muslimanët e vonshëm dhe muslimanët tonë të këtyre trojeve në kohën e komunizmit, në kohën që është ushtruar dhunë nga palë të ndryshme idhujtare, jo besimtare, sa prej njerëzve të popullit shqiptar kanë vdek për shahadat, kanë vdek për këtë din dhe elhamdulillah mendojmë që një pjesë e madhe apo gjithë apo secili i cili e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit është në gjendje më para të vdes se sa ta ndryshon fen, Allahu na ruaj. Ai i cili e ka këtë cilësi, ai gjithashtu e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në këtë hadith, ai i cili i posedon këto tri cilësi e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Nëse i kemi, ti kultivojmë edhe më shumë. Nëse nuk i kemi, të mundohemi ti arrim ato tri cilësitë e ëmbëlsisë së imanit. Ta duash Allahun dhe pejgamberin e tij më shumë se çdo kan tjetër. Cilësia e dytë, ta duash dikant për asnjë gjë tjetër përveç se për hir të Allahut. Cilësia e tretë, të urresh të kthehesh në kufër ashtu siç e urren të hudhesh në zjarr. Ne elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që e shijojmë kënaqësinë e imanit, e shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Allahu të na pajis me këto tri cilësi, ta duam Allahun dhe pejgamberin e tij më shumë se çdo kan tjetër, ta duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut, të kemi frikë, të ruhemi, ta urrejmë që të kthehemi në kufër ashtu siç e urrejmë të hudhemi në zjarr. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu ibadetet tona të na pranon, Allahu të na pranon namazin ton, agjërimin ton, hatmet tona, duat tona, çdo ibadet Allahu të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.